Pesha e zgjedhjeve për pushtetin lokal ka filluar të ndihet në debatet e politikës së ditës, përfshiktu edhe në debatin për ligjin më të rëndësishëm financiar të vitit, projekt buxhetin për vitin 2011. Komisionerët e ekonomisë të majorancës dhe opozitës kanë debatuar në emisionin Ora e debatit mbi parashikimet që qeveria ka bërë për ekonomisë shqiptare në vitin e ardhshëm. Për nën kryetaren e Komisionit të Ekonomisë Mimi Kodeli, është ndjekur një hartë elektorale në shpërndarjen e investimeve publike, ndërkohë që majoranca ka këmbgulur që prioritetet e qeverisë nuk kanë lidhje me sigurimin e mbështetjes elektorale. Unë për rrugët mund t'ju them vetëm kaq. Shiko se çfarë ndodh në përgjithësi në vitet elektorale. Ekzistojnë projekti mund të bëj 10 lekë. Dhe padyshim që një projekt madhor në përgjithësi, një projekt që ka të bëjë me rrugë nacionale apo një investim i madh publik, zgjat në kohë më shumë se sa një vit, pra shtrihet në disa vite, 2 vite ose edhe më tepër. Atëherë, për të thënë që ne i kemi hapur të gjitha rrugët dhe do t'i bëjmë gjitha rrugët në Shqipëri, harxhohen nga këto 10 lekë vetëm 2 lekë për vitin elektoral. Pa çka se mund që ky investim të shtyhet shumë në vite. Rruga Durrës-Kukës nuk është një rrugë e veriut të Shqipërisë, është një rrugë dhe korridor që i shërben të gjithë shqiptarëve dhe për më tepër i shërben jugut Shqipërisë dhe në fakt ato që përfitojnë më pak prej tij është veriu i Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Më thonë, ajo është një rrugë që ka provuar që po i kontribon zhvillimit ekonomik dhe social të gjithë trevave shqiptare. Dhe nuk është një rrugë që nuk kemi hartë elektorale në Kosovë, ne, apo jo. Dhe Kuksi është një rreth aq marginal në hartën elektorale të Shqipërisë, saqë nuk mendoj se ishte ky objektivi thelbësor në zgjedhjen e këtij segmenti. Për opozitën, projekt buxheti për vitin 2011 mbetet jo realist, ndërkohë që momenti më kritik për Arben Malajn është niveli i borxhit i jashtëm, që sipas tij po trajtohet me shkujdesje nga qeveria. Ne nuk pajtohemi me optimizëm, me shkujdesje, me mungesë përgjegjësisë të kësaj qeverie lidhur me borxhin dhe koston e borxhit publik. E kemi bërë në parlament, e bëjmë prapë dhe e vazhdojmë. Çdo përkeqësim i kostos borxhit është përkeqësim i stabilitet financa publike që nesër do kërkojë shkurtim drastik të shpenzimeve siç po ndodh të tjera. Në emisionin Ora e debatit, deputeti Mima ka sqaruar edhe konfliktin e fundit lidhur për kasat fiskale, tashmë që ligji është miratuar nga parlamenti, duke theksuar se qeveria garanton se do të kompensojë çdo humbje që pëson pushteti vendor. Qeveria do të kompensojë në mënyrë të arsyeshme humbjet që vijnë nga. Çu ishte drafti? Pra, ishte fjala mentaliteti i qeverisë. Mentaliteti i materializuar në draft. Nuk është fjali është mentaliteti. Me vullnet absolut. Po. Për të ndrejtë çdo edhe për të shmangë çdo hije dyshimi që mund të krijojë fjala e arsyeshme, e cila është i pari legjislacioneve anglosaksone. Arsyeshme është 1%. Atëherë u zëvendësou. Qeveria do të kompensojë në mënyrë të plotë të gjithë gropën që krijohet nga. Dhe si? Sa herë që pushteti lokal do të paraqesë faturat dhe do të thotë se gropa hapet e hap dikush. Jo. Çdo humbje, çdo mungesë të ardhurat që do rezultojë njësisë bashkiake ose komunale X apo Y, me paraqitjen e faturave pranë pushtetit qendror do të kompensohet deri në qindarkën e fundit. Përballë njëri tjetrit, deputetët demokratë dhe socialistë të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë në emisionin Ora e debatit kanë diskutuar rreth të rejave dhe rrisqeve që ky projekt buxhet mbar dhe përballë një mazhorance të sigurt për përparësitë e këtij projekti, për opozitën ai mbetet jo realist dhe elektoral.